Tash në studio do të rikthehemi krejtësisht me një temë tjetër, edhe pse në fakt e përmendëm edhe me Ardianën që shpesh herë historitë, aksidentet, incidentet e ndryshme, tragjedit munden me shërby si forcë edhe për dikë tjetër apo si shembull motivime edhe për me vazhdu më tej. Ne tash në studio kemi një zonjë, zonja Shemsia Ibrahimi, e cila ka pasur po ashtu një rast jo hiç të lehtë me vdekjen e djalit të saj, i cili është diagnostikuar me sëmundjen e kancerit. Tashmë është bërë edhe autore e një libri, ka shkruar një libër, Rën Arbri Rën, në mënyrë që t'i motivoj edhe të tjerët rreth kësaj sëmundje, sfidat të kalimin, por do flasim edhe më tej, më them për librin, lidhjen e librit me zonjën Shemsie, po ashtu ngjarjen se çush ka ndodhur, fondacionin të cilin po ashtu me njëherë ka themelu në mënyrë që t'i ndihmoj edhe të tjerët të cilët po përballen me këtë sëmundje. Zonjën e kemi tash në studio, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu. A mundesh me ndo pak nga kjo ndodhi edhe për ne? Çka ka ndodhur edhe çush erdhe deri tek libri? Po jo, për atë dhe jam këtu. Kjo ndodhi ka ndodhur qysh nga faza e mirë e jetës, apo dhe që ajo jetë që dëshiron çdo njeri. Se normal, kur e ke një familje, si cile do jetën me pas të mirë, me pas një familje që shëndosh, me pas fëmijë të rrugës mbar, ashtu që kishim në Arbrin. Arbri 3 ditë para dasmës na u diagnostifiku, kështu që neve jeta na ndryshoi. Në çdo aspekt, ishte një moment shumë i rëndë, po Arbrin shkum në Zvicër për trajtim me njëherë që mos ta zgjasë shumë, se kum përsëri shumë studia. Do thot me njerë si është diagnostiku, ka shku në Zvicër e ka bu do astmën, apo jo? Jo, se ishte faza që nuk guxojshim me qëndru në Zvicër, se këto përmendoj në Kosovë, se ashtu ka qenë situata që ne është dash me njëherë me marrë masa, kemi shku në Zvicër, atje ka fillu trajtimi, për qut, nga faza e ronë që ka qenë, në Arbri filloi shumë shpejt më rikuperu, normal, ka marrë terapia, të gjitha si pas rregullave mjekësore, si pas protokollit të çdash më trajtu. Mirë po ja që filloi mundima mirë, që 6 muaj kemi qëndruar në Zvicër, edhe me shpresën se do të bëhet mirë. Për të tje, me kthimin prej Zvicrës, filloi një problem tjetër për të cilin prapë është dashur me marrë masa më njëherë dhe kemi filluar rrugtimin për Turqi, që nuk është as pak i lehtë, sepse një pacient të dhtoje me një sëmundje të rëndë nëpër aeroporte, nëpër pritje, vonesat e aeroplanëve. Kjo është ajo që e rëndon edhe më shumë sfidën. Plus është lodhja, emocione. Shumë është e lodhshme, se pacientit i bie nga njerët pres nga 3-4 orë në aeroport. Duhet pushojnë nëpër kolltyqet e aeroportit, derisa vjen koha fluturimit. Ka vonesa fluturime edhe lartë. Kur djalit e mi ka ndodhur, 6 orë ka qëndru lartë në aeroplan. Edhe atë që ka qenë me terapi, këto vetëm se njeriu mundet me përballu edhe vetëm se ai i cili nuk i ofrohet shërbimi. Këto dhe duhet t'i marrë rrugët e Europës apo shteteve tjera të Ballkanit, gjë që rëndon situatën edhe në familje dhe e shton kostën e lartë. Gjitha vështirësitë këtu përmblidhen. Edhe ma shumë e rëndojnë gjendjen e pacientit. Se familja, edhe pse është në ato vështirësitë e mëdha, është në gjendje të bëjë. Po është në gjendje gjithçka të bëjë për fëmijën e vet. Po ai që është i smut edhe të udhtojë me orë të tëra rrugët mbetet, ku presim aty më njëherë me qenë suksesi terapisë. Terapi don më njëherë pushim, don trajtimin. Pastaj pas terapisë ata duan t'i marrin udhë të aeroporteve, jo të pushojnë në vendin e vet ta kenë trajtimin. Kjo ndoshta jo gjithë pacientët të udhtojnë për atje, po ka shumë pacienta, se na kemi pas rast, kemi pas pacienta edhe me autobus, shkaku i mjeteve financiare që nuk ja dalin me aeroplan me shku, për me kursi, për atje me pasën, udhtojnë edhe me autobus. Që asë një mënyrë nuk është e lehtë, për me shku mu trajtu jashtë. Po kur nuk e gjenë zgjidhjen këtu, me pa tjetër duhet shkosh atje. Ashtu si ne që shkemi shkuun,
Se kemi pas, ju ka caktu terapia, në Kosovë nuk ka pas terapi, na detyrimisht është dashkri trajtimi më bo në Turqi, pastaj pas problemit që i bo tjetri. Edhe në këtë këto vështirësi që arbëri i ka pa, atë ka mundu shumë. Na e kemi dalë për arbër, në arbër nuk ka shku ma të pengun, se diçka nuk është bo për ato. Por nuk ka qenë ajo egoja ati se une po mundem të i boj edhe tjerë t'ja dalin si do t'ja dalin. Gjithëherë mundoj edhe më thoshtë e nanë, si ta kaloj kësë mundi, unë e kom e boj një mision humanitar, që këta familje që përshofë më shtërësi e sipër, unë do të mundona me dalë ndihma atin. Edhe ati kom premtu se nanën kim mbrapa, po arbit së nja doli, e nana vazhdova 2 javë mbase e përcolla arbrin, formova fondacionin Arbër Ibrahimi, me emrin e tij e kom fondacionin. Me këtë emër e kom e mërtu, ku shkoj ta kom arbër. Fizikisht nuk e kom, po me emër e kom, edhe më duke se shkoj bashkë me atë. Qëka do që bëj për t'i dalë tjerë vendim? Do shta është një forcë për mbrenda jemja, se kur them arbër, arbër është me muje, punën e bëj vetë, po arbërën e kam shpert. Se me tumë fëmija, tumë pjesa e shpirtit. Po nanët duhet mundohen. Duhet mundohen për me realizu atë fëmija nëse kalon dë një amanet, nuk kërëj asë një nanës me lonë fëmijët amanetet, se amanetet e fëmijëve janë shumë tronda. Po ja që kur të ndodhe, për me kalu dhe malete për vetë vetën, se është një punë edhe që të përmbush se diçka po bënë. Që ndrosh kotë me një mërzi shumë të madhe, për thëmë në jargonin tonë, mërzi shumë të madhe që ta djekë shpirtin e çdo sekundë, pavarësisht se reflektojmë na, jemi të fortë. Reflektimi është ke diçka tjetër, po brendina s'kush nuk e sheh. Po e formova, tu i qëndru afër, familjeve cilët janë nevoj. A ka shumë për këtyre familjeve shumë njerë? Shumë ka. Ka familje edhe që shkojnë jashtë për trajtim, po ka familje edhe që janë në Kosovë, po janë me kushte me një sociale, është rrethanët në shtëpi nuk i kanë që ato mundën mja dalën, se tash të mërësh një terapi, është ajo pas terapis, infuzione, duhet blehen në vetë, do shta dykujt i dokët se nuk kanë ato kosta, po kësë mundje kërkon trajtim të përdiqëm, hargjimit përdiqme ka. Vetëm ato familje që jënë të ballafaqu me din, sa është e vështirë, mi adalën me hargjimet cilet janë. Për me hangër me pi, gjdo kush siguron, sa asë njëri nuk ka vdek për me hangër me pi. Po të sigurosh i laqe, kur nuk e është shumë e vështirë. Ti kërkosh dikujt me të ndihmu është shumë e vështirë. Për ato dhe fondacionet, apo gjdo shoqat që është humanitare, ato formon për veçen të gashme me qëndru afër këtyne familjeve. Se nuk mundet tjerë... funksionari, do të për personat të cilët në ndjekin këto momente në intervjist, qësh mundemi ne me u bë pjesë e fondacionit, qësh me ofru ne ndihmën tonë në atë fondacion? Për me ndihmu fondacionit, është gjirologaria, edhe të faqen e fondacionit është e publikume, mundën mjetët gjdo kush ashtë sa donë, se nuk është të thonën, se cili shumë me qitë, pak e nga pak, bëhet mblidhëm, po ku më dimu edhe me pak ushqimore, qëfar dhe lëmire, nuk kursejmë edhe nëse ka nevoj, me telefonata mire, ndoshta ndonjë ka pas rast, për shumë ka qenë rast social, mundona për me ndimu për mes tjerve, me i siguru ndonjë terapia, po me u liru prej pagesës, se kur do me ndimu, ka shumë variante ka, nuk është vetëm se një variant, se nga njëherë vetëm se ka ndodhë më ka dashtë edhe për termin me përshpejtu unë, vetëm më sprese gjatë. Se te këta njerëz nuk ka fate gjata. Te këta duhet gjithë shka me qenë kohën e dorë. Për ato dhe duhet me qenë në afër tyre. Nëse dikush ka mundësi, ose nuk është e thonë vetëm se dhe për mes e ndëgjon një rast i kësha apelune,
Nëse e kanë fqinjin e vetë, ndoshta në të një rast, apo e kanë në lagje, le të solidarizohen njerëzit. Ata përbes këto familje, cilët kanë shumë nevojë, po e them prap, shumë nevojë kanë, nga ajo çka unë e shoh dhe ndjej, edhe çka kam përjetu, po që se ndëgjoj një rast, le t'i ofrohen t'i ndihmojnë se edhe vështirësitë më të mëdha ata. Edhe pse ndoshta për brenda i bren ata se po dhe gëzohen, e ndin një lehtësim shpirtëror, që dikush për ndjen atë vështirësinë ati, dikush do në t'i dalen kra, me ndas bashku, jo vetëm se për vetën. Se arbri nuk ka qenën, edhe para se me qenë i smut arbri. Edhe në ato momente ma di ka mendu dhe për të tjë. Po, edhe në ato momente. Po dhe arbri kur ka qenë i shëndosh, kur nuk ka mendu vetëm se për vetë vetën. Unë e kom bële edhe një thanje liber, aty është e foto e arbrit me një citat të bardh, është një, enka se kom qitë ato se arbri gjithëherë ka mendu për tjertë. Ai nuk e ka paramendu se jeta duhet jetohet, vetëm se unë jam i përmbushën edhe ka fundi e kia ti fotën. Po, ju dirisan e gjej, po kjo, Jo, është një foto e bardhë aty. Ha, të i gjej tash fotot. Do të të në këtë liber përveç historisë, ka dhe fotot të cilat Po, kemë edhe foto, është një album, aty është albume? E kje dhe citatin poshtë. Po, nëse është kjo, apo jo? Ajo është fondacioni. Ajo është fondacioni. Se duam që ti tregojmë edhe gjatë kohës pra kur zonja dhe fletë. Po mundin edhe me dhonë fotot aty. Po. Që, kjo është. E lexoj? Lexoje? Thot qëllimi i jetës dhe bukuria e saj është respekti, dashuria dhe kujdesi për njëri tjetrin. Pra një qëllim më i madh se vetvetja dhe jo vetëm të ekzistosh. Qëllimi madhor është të mbetesh njerëzor në çdo rrethan dhe kohë. Kjo është. Që arbri e ka mendu këtë, edhe kur ka qenë shëndosh e mirë, kur ka qenë i përmbushur me jetën, po nuk ka mendu vetëm se për vetën. Edhe ajo dëshira madhe ti për të dalë ndihmë tjerëve, edhe mos më mendu vetëm se për vetën, ka qenë shtysa kryesore që mua më ka detyru, më ka obligu me bo atë që ka arbri ka dashtën, po dhe më ka kërku njëherë se do të bëj këtë mision, nana i premtova, edhe tash duhet vazhdoj, unë në s'këcoj të ndalën. Për librin e ka mendu ndonjëherë arbri me shkruajt një libër, apo ka qenë ide e juaja? Po, edhe librin e ka mendu. Librin e ka mendu unë, mbasi ka hinë fazën e vështirë, nëse e kalon këtë fazë, do të shkruaj një libër për jetën teme. Se me kalu prej në moshën ma të mirë, me pas këto peripeci është shumë rëndë, po shpresa se pe adel, edhe pa tanë do të shkruaj një libër për jetën edhe vështirësit, sa është e vështirë të kalohet kjo. E mbas një kohë, se nuk më qenë e përgatitur me njerë, se kjo është një ngarkesë shumë emocionale, e rëndë është me fillu librin, edhe mbas një kohë e kom fillu me marrë edhe me librin, se arbri akoma 2 vitës mi ka mbushën. Po, unë fillova dhe ja që ja dola dhe librin e bana, tash më duket një përjetësim i arbrit, të ndi edhe një lehtësim shpirtëror, se e këmë bë aqka ka bë arbri, qka ka dasht arbri, edhe pse tash arbrin e kom libër, fizikisht nuk e kom, po është ajo ndjenja. Jo, unë ditë ma e lecuar, gjatë kohës kur keni shkru... Jo, mbas e mbarova librin, mbas e mbarova, se e koha që e kom shkru librin nuk ka qenë letë. Se unë më rikëthim për jetë, më nuk kom pas ditar të mbajton. Se unë nuk e kom pritë se mu për më ndodhë kjo dhe njerëzit kër e ka jetën e mirë, dhe si hajtë se kalon jetë dhe nuk e ndojnë dështatë vëmendjen edhe për kushtimi si namë për familje. Po, në momentet e vështira, atëherë që e ke kohë me shkru një vargë me qitë në letër, po kritë këto për mbledhe që ka e mbo në liber, këmë nxjerë nga shpirti mbrenda. Si duke ditari ishë formu vetë mbrenda dhe i këmë nxjerë ato, po nuk ka qene letë as pak. Ajo më po të gjatë me shkrujt, ajo? Libri, jo dhe pak,
një 8 muaj, po. Se normal nuk mundesh do, ka njerë, është e ngarkesa që të vjenë, sidomos kur kthesh të keqes me këthi me rikujtu mbrapa, është e ronë që nga njerë ndalesh, nuk mundesh po, prap duhesh me vazhdu. Se nga njerë edhe lapsit i tutesh kur duhet me qitën djana që ti të rëndojnë shumë emocionalisht edhe në gjdo lloj mënyre. Këto është të shkruar historia prej fillimit, çka ka ndodhë? Po, këto është prej Faza, do të taj. fazët e jetës, prej moshës teme 3, ardhja në jetë e arbërit, si student, pati e në faza më të... Kështu një përshkrim, sa me ditë, pastaj shumicën e merë kjo pjesa e rënde jetës. Për atë edhe në libër e kemi rishta dhe lotë. Se e ka një rëndesë emocionale kër lexohet ky libër. Po këtu, në këtë libër, është një mesazh për gjithë ata njerëz se duhet ta jetoj jetën kur janë me shëndet të mirë, e dim se jeta kërkon gjithçka, po kur shëndeti është prezent, gjana tjera rrjedhin vetë si lumi. Kur mungon shëndeti, atëherë jeta ndryshon krejt, nuk e din se asynimin ndoshta se ka jetë të shku, nuk e din, se është shumë e vështirë, nuk i shpresa për të ardhmen, pavarësisht se jenë luftë me vetë vetën. Se dhe kur jenë këto faza, na, po vete po flas si familje, për kundër gjithave, jemi mundu gjejmë momente të mira, ta bojmë një bile pjesë copëzat jetës me pasën, jo me mbet në atë kapsullën e dhimbjes, edhe ashtu është shumë e vështirë, po, kur mundohesh të përjetosh disa momente, se kur e te kalon një pjesë tjetës, ike prej një pjesës të keqe tjetës që të gërrim për mrenda. Jo për vete, ndoshtë ndjeni lehtësim që keni shkruar të tjerë, çush janë përballë me dhimbjen? Familja? Po, familja. Unë e kam edhe një djalë dhe shokën. Ne me dhimbjen përballemi për ditë, edhe pse kemi tash librin, se dhimbja nuk hiqet. Tash, dhimbja ajo është e ngulitur në shpert, po duhesh të veprosh për më duk ma lehtë. Duhet mos qëndrosh kot për me lehtësu dhimbjen. Se kur miresh me aktivitet, është ajo lehtësimi se ti vepron diçka. A nëse qëndron kot, atëherë dhimbja vetëm se çdo ditë më shumë ajo bie, në çdo aspekt bie njeri. Unë nuk e kam leju këtë. Unë 2 javë mbas e përcolla arbërin, formova fondacionin. Edhe adi që ja më thonë lam të mirë nana. I kum premtu. Se do ta bëj edhe 2 javë mbrapa kum fillu edhe asnjëherë nuk më dalën. Kjo më kam vajt ndoshta. Se për ndryshe, edhe librin që e bëra, pastaj po libri u bë tash, them detin ade që më rëzit shumë, se më duk se mbarova punë me arbërin, edhe pse krejt reflektimin e patëm promovimin e librit e gjitha, po e kom fondacionin arbërin, prapë e kom arbërin. Pra vazhdoni në emër të arbërit dhe me krejt idenë dhe iniciativën në fakt, të ti që ti ndihmon të tjerat. Po, në fakt, gjithë ata të cilën ndihmon për këtij fondacioni, besoj që kanë lutje dhe falenderohen për të. Po, unë marr mesazhe me ta. Unë bile janë disa familje, sidomos këta që se një rast në Turqi që kemi siguru, po kam shumë raste. Ata edhe kemi kontakte më shpesh, kujdesem si janë, si po shkojnë gjendja, se nuk mund të shkëputesh për këtë në familjeve. Ato të bënë si pjesë e jetës. Se unë kum qenë lëkurën e tyre, e disa është e vështirë, prandaj edhe nuk mundem ata ti largojnë nga mendja lehtë. Po çka ndodhi me Ermirën? Jo paraprakisht të më treguat edhe para bisedës live, edhe ju e përmendët që ka qenë është diagnostiku 3 ditë para dasmës. Çka ndodhi pastaj? Me nusën. Ermira është një vajzë që unë ja kisha uru çdo nanë me pas një vajzë si Ermira. Ermira është pjesë e jetës tonë. Ajo ka po për arbërin
asnjë sekond nuk është shkëput, nuk e ka largu kujdesin ndaj arbrit. Arbrit i ka dhënë forcë, ka dhënë kurajo, i ka dhënë bosqeshje, në ka falë krejt familjes. Ajo dhe sot këtë ditë mundohet të më ngushëlloje, të më jape kurajo, më përgëzon për aktivitetin tim, se thot, ato që ka dashti arbrit me bo, po e bën ti duhesh një jesh krenare, thjesht është një vajzë, duhet shembull për gjitha vajzët shqiptare, ka do që janë. Është shumë ambicioze, shumë edukume, rrjedh për një familjes shumë të nderume, familja Pireva, që na jemi krenar që kemi pas binë e tjere me arbrin për një kohë gjatë, po edhe do të kemi në zemrët tona deri sa të kemi jetën. Vazhdon mitësia juaj në këtë rast. Po, kemi respekt veçantë. Është ndërsjell respekti edhe nga ata, se vërtet janë familje shumë e mirë. Mendoni që do t'jetë libri i parë dhe i vetëm kjo që keni shkruajtur jo në lidhje me arbrin, ndoshta tash për familje të tjera, një histori tjetër në vitet e ardhshme, nëse mundeni me shkruajt edhe me nda eksperienca edhe për të tjera, të ndihma, për mbushja ana tjetër shpirtërore. Për të tjerët, nuk di, nuk siguroj kur gjashtë së mundë me thonë të tje, po se nuk di si rrjedh jeta të tje, se po, do shta mundohem, diçka qkort. Me nda. Poezi, prozë, diçka mundë me shkryt, edhe pse qes reshta nga njerë, sa ja do një inspirimin edhe për poezi, edhe prozë, po, nuk di si do të rrjedh jeta, sinqerisht, nuk këndën të para prakisht asgjës mundë më thëmë, po, veç kësaj e kom fondacione, se në këtë kohë pak më ka marrë koma edhe libri, jo që ju më dalë, po aktiviteti im nuk ka qenë i njëjtë me përpara, se është dashme për kushtu të libri. Tash e kom fondacione në di se koha nuk më shkon, do të mirem me ato familje. Dhe uroj që të ndihmoni sa më shumë familje, por uroj që këto gjejnë shërim edhe këtu në Kosovë. E mos të ketë nevojë ndoshta dhe të lëvizin prej vendeve të tjera, ju e treguat edhe në intervistë sa vështirë është lëvizja edhe vetë pacientëve në këtë rast, por edhe krejt familjes, pa marrë jo vetëm ana ekonomike, por edhe ana emocionale, që është edhe fizike, lodhja që mbi krejt familjen. Uroj që të plotëson të ashtu kushte dhe gjendet shërim edhe këtu në Kosovë. Unë i potencova këto se jo gjithë mundin me lezu librin, se libret për gjithdo kënd nuk është. Për atë dhe potencova se gjitha këto vështirësi që janë, këto e në cekuna në libër, ato që ka na kemi përjetu. Se tash në libër paraqitet një jetë nga e mira në të keqen, vështirësi që janë atë, dhe kër është fundi tragjik është ma rëndë jeta. Se kër është suksesi, ndoshta edhe ajo, ta kësha pasë arbri, mës ta kësha pasë në humbje në arbrit, ndoshta arbri e kishë bo vetë, po gjitha ta që më ndëgjojnë, edhe njeri lutja, gjitha ta njerëz, vullnet mirë, që mundin të ndihmojnë, gjdo kujt, pavarësisht, a lidhen për mes fondacionit, a vetë e ndëgjojnë njëra, se ka nevoj, le solidarizohen se vërtet i ndihmojnë shumë. Ka njeri nuk ka e me siguru trajtimin, është shumë e vështirë me kërku, se së mund është me shku me thonë fëqinjë, ta mi jep do mjetës se së më përbrej laqin. Kështë që solidarizimi është e vërtit, hirënor, për është e të ndihmosh dikujt. Nëse mundemi me edit edhe për librin, ku mundemi me ble, ku mundemi me gjithë? Librin për deri tash, se promovim në librit e kemi pas me 10 qershor promovim me datën e ditëlindjen e arbrit. A ditë që në shpërnda shumë libre, kemi libra, po them drejtën, akoma nuk i kemi caktu librarit, se presim ku sa me shku libra. Njerë për njerë kanë marrë libra ta meq që kanë qenë promovim edhe meq që nuk kanë arrit më ardhen,
Por në moment që shpëndajmë, do shta i sistemojmë në për libraria për dykon, ne kemi faqen tonë të Facebookut edhe mund të njoftojnë njerëzit për mes faqes. Aty do të bëni njoftime dhe të tjerët e marrin lajmin në një formë, njoftojnë edhe mundën me shku. Edhe mundën me sepse ende nuk janë caktu librarit. Faleminderit zonë shumë për kohën, faleminderit për historinë, për vojën që ndohet me një dhe me krejt shikuesit. Uroj që të keni shërby si motiv për të tjerët, uroj që gjithë ata që kanë shëndet për momentin kanë jetë gëzohen me këto që i kemi edhe me këto se qka po jetojmë, edhe uroj që familjet që po kalojnë në të njëjtën rrugë në cilin keni kaluar jo dhe familja juaj, ta kenë sa më të lehtë këtë periudhë, mos të kenë vështirësi edhe uroj që të kenë ndihmë edhe prej tjerëve. Shumë faleminderit. Faleminderit për juve që më mësut, me dhonë këtë mesazh të gjithë ata njerëz që mundën me ndihmu dikujt, se sinqerisht është ajo dhe ndjenja ime më kryesore, se ndihma për tjerë. Është jetike ndihma për ata njerëz. Shumë jetike është. E vërtet. Faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit për juve, shumë faleminderit. Ne tani do të kalojmë prej kësaj teme për librin. Zonja e tregoi edhe një herë që mund të njoftoheni në faqe, pastaj mundeni me shku edhe me gjetë në librari të tjera të Kosovës, meqense deri tash është shpërndar kështu vetëm për mes dhe familjarët e tash presin të përcaktohet në librari të tjera. Ne po ndrojmë tash temë të informacioneve dhe kalojmë si çdo herë te pjesa e recetës së Linës.